Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë dhe muslimanëve që ecin pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga buroja e muslimanit. Kemi arritë tema 67 ku autori ka sjellur duan, lutjen që themi kur e shohim hënën e re. Hënën e re është e përkthyer në gjuhën shqipe. Hëna e re është për qëllim fillimi i muajit sipas matjes, sipas kalendarit islamik. E që është ajo pamja e hënës në formën e hollë, ma e holla që ka mundësi me qenë. Ajo farsi në formën e drapërit. Ajo është hëna e re dhe prej aty fillon pastaj derisa të plotësohet, pastaj fillon pe anës tjetër më hongër 15 ditë ose 14 ditë në varet dhe derisa të shkojmë prap në fund. Me njënën anë plotësohet, me tjetrën anë zvoglohet, asi me thonë. Pastaj shterët deri në fund dhe pastaj prap del hëna e re në këtë anën tjetër. Pejgamberi sallallahu kur e ka pa që çdo transmetuesi hënën e re, e ka thënë këtë dua që e ka përmend këtu autori. Allahu akbar, Allahumma ehillahu alejna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbana lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. O Zot, Allahu është më i madhi, o Allah, bëje që dalja kësaj hënë mbi ne të shoqërohet me siguri, vazhdimsi në iman, shpëtim nga çdo e keqe e dëmtim, në shtrim të vazhdueshëm ndaj Teje dhe mbarsi për atë që Zoti ynë e do dhe e pëlqen. Zoti ynë dhe Zoti yt o i hën është Allahu. Ky është përkthimi i kësaj duaje. Fillimin e duas pejgamberi sa më ka thënë Allahu Akbar, dhe kjo është prej formave ose suneteve që pejgamberi sa më ka përdorur në raste të shumta dhe thonë dietar sidomos nëse ka pa ndonjë shenjë për shenjave të mëdha të Allahut. Ndonjë mrekulli ose ndonjë shenjë për shenjave të mëdha të Allahut, pejgamberi sa më ka përdorur këtë shprehje Allahu Akbar, për arsye se kjo ndërlidhet me gjendjen aktuale. Që do të thonë dalja e hënës është diçka mrekulli, është diçka e madhe, po Allahu është më i madh se kjo. Ndodhja e kësaj ndodhie është diçka e madhe, po Allahu është më i madh se kjo. Dhe kjo ka qenë çysh është përmend shpesh në përderse, sidomos këto ndërset e mburojës, ka qenë për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zemrën e ka pas lidhur vazhdimisht me Allahun. Edhe në momentin që ka menuar që zemra e tij po mahnitet me diçka që është ma xhepsa, është tërheqëse, është diçka e madhe, ka thonë Allahu Akbar, që më ka thënë që Zoti është më i madh. Edhe kjo, domthon, në vetveten e vet tregon lidhjen që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Allahun dhe zemra e pejgamberit sa ka qenë lidhur me Zotin. Jo që nëse nuk e thot dikush i paksohet imani ose nuk është në rregull me punën e tij, jo, mirë po është diçka një kategori e lartë dhe për këtë arsye pejgamberi sa ka përdorur këtë vend, po e ka përdorur edhe në për vende ndryshme. Allahumma hillahu alejna bil amni wal iman. O Zot, bëje që dalja e hënës të jetë me siguri, sjell siguri dhe ta sjell, do mund ta presë me siguri dhe ta presë me iman, me besim. E kanë ndërlidh një prej shenjave mrekullive të Zotit, e që është çka thon Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu e ka bërë hënën një prej formave mrekullive që është nga në krijimin e tij, po një ashtu edhe e ka bërë shërbim të njerëzve. Për arsye se përmes hënës njerëzit i kanë një ditë derisa është plotsu, pastaj ku ka filluar më zvoglu derisa është përfundu krejt, i ka një njerëz ditë. Edhe Allahu i ka lidh pastaj mujt edhe ditë sipas Islamit i ka lidh me hënën, këta mujt. 12 muj Allahu i ka thënë që janë, ka thënë Kur'an dhe gjitha këto muj lidhen me hënën dhe gjitha dispozitat pastaj lidhen me këtë. Po ashtu përveç kësaj, domthon e presim o Zot, mundsona që ta presim këtë mrekulli tonë me një siguri, mos dvinë përmes fillimit të muajit të ri diçka që ka mundësi na dëmton neve në shëndetin ton, familjen ton,
shtetin ton, se këmë thonë ta presim që të muj me të mirat e tij. Kjo është lutja që ka bu pejgamberi për bereqet, për fillimin e mujit. Po ashtu edhe wal iman, edhe me besim të sinqert, të plot në Allahun azza wa jall. E para ndërlidhet me të mirat e jashtme, domthonë të mirat që i përjeton njeri, trupin, fizikun e tij, edhe të mirat tjera që ndërlidhen, dhe e dyta ndërlidhet me çështjen e brendshme, zemrën e tij. Was salamati wal islam. Shpëtim nga çdo e keqe që mund më ndodh. Wal islam në nështrëm. Fillim tha iman, tash tha islam. Dhe na e kena kallëzu që kur përmendet imani dhe islami me një vend, të dyja kanë një kuptim. Ka një kuptim special në veti. Kur përmenden vende ndryshme, veç imani ose veç islami, të dyja e kanë kuptimin e përbashkët. Edhe islam, edhe ka për qëllim iman, edhe iman ka për qëllim edhe islam, nëse përmenden vetë vetë. Këtë arsye dietarë thonë kur të bashkohen me një vend, ndahen, kur ndahen bashkohen. Domthonë kur të bashkohen me një vend fizikisht, domthonë në aspektin me sy që ishe, ndahen kuptimisht. Kur të ndahen fizikisht, njëra është me një vend tjetër me një vend, bashkohen kuptimisht. Përveç imanit dhe shpëtimit nga të këqijat që mund me anë këtë muaj, po ashtu edhe nështrimi. Dhe nështrimi, thonë dietarët, në këtë rast ka për qëllim që na mundso që të jemi të nështruar me veprat e dukshme që i bëjmë ndaj teje. Me veprat e dukshme që i bëjmë ndaj teje. Domthonë namazin, zakatin, agjerimin, sadakun e kështu me radhë. Kjo përfshin islamin. Kurse imani është diçka që është e brendshme. Andaj në fillim mujit pejgamberi sa më ka lutur Zotin me ja fillu, me ja bë këtë muj të hajrit të mirë, pikë pari, në çka? El amn, siguri. Me sjell siguri, me qenë ky muaj i sigurt, mos e pas probleme ta. E dyta, me ta rujt Zoti imanin, besimin tënd. E treta, me ta mundsu që me praktiku islamin, veprat e dukshme që i bën robi, dhe e katërta me të rujt pe fatkeqësive. Dhe kjo e përmbledh gjithçka që ka mundësi me ndodh gjatë muajit. S'ka mundësi me dal jashtë çetëne. Wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, lima tuhibbu rabbana wa tarda, rabbuna wa rabbuka Allah. Si dhe na jepsh mbarësi, ka përkthy këtu dhe përkthimi është shumë i bukur, mbarësi në atë që e don ti dhe je i kënaqur me të. Që kjo shprehje mbarësi, tawfiq arabisht, dietarët thonë është mënyra, forma që Zoti ja sjell robit punë, tawfiq kur përdoret në citatet shariatet, është mënyra dhe forma që Zoti ja sjell robit punë, që punët e tij me qenë konform dashurisë Zotit. Konform asaj që e don Allahu. Domthonë ja lehtëson punët e hajrit, edhe vetë Zoti është ai që e largon prej punëve të këqija. Domthonë është një përkujdesje speciale, edhe pse Zoti çdo gjë që ka ndodhur me dijen e tij dhe dëshirën e tij, vullnetin e tij. Po është një përkujdesje speciale që Zoti dikujt ai bën tawfik, mbarësi ose jep sukses. E dietarët thonë tawfik është që Allahu tawfik është, Ibn Qayyim thotë, tawfik është që Allahu mos më të lënë më mbështet në vetveten tënde. Ç'kjo tawfik, mbarësi është. Që zemra jote më qenë mbështetur vazhdimisht te Zoti. E nësa zemra jote vazhdimisht e mbështetet te Zoti, nuk ka mundësi ti me gabu. Kur gabon njeri, kur ti heket që kjo mbështetja. Kur të mbetet në vetveten e tij ose kur të mbetet në shtyllat e kalbura, që janë shtylla e dynjas, e shejtanit, e shumë sane tjera. Momentin që e ka mbështetjen te Zoti, e ka arritur që të shtyllën në zemrën e tij, atëherë ai nuk ka mundësi me dështu. Edhe nuk ka mundësi me pas problem. Po këtë arsye subhanallahu dietar të përmendin thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith la tajtami'u ummati ala dalale. Është pak jashtë temës, po vetëm sa për sharrim. Ummeti im nuk bashkohet asnjëherë në devijim. Nëse ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është njëra prej veçorive të ummetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka mundësi kur me një kohë pe kohë ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mu bashku këtë bashkë, më kon një mendimi, edhe çaj mendim më kon devijim. Më kon e gabum, s'ka shans. Ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përgjatë gjithë kohëve deri ditën e Kiametit. Nëse janë shumica, domthonë ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam krejt me një mendim për një meselë të fesë, ajo është çashtu. S'ka mundësi më kon ndryshe. Çashtu është, edhe është
Çish ka thonë pejgamberi është nuk ka mundësi mu bashku umeti pejgamberi në humbje, në devijim. Ka thonë të dietar pse është kjo garanci për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për arsye se në umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka në vazhdimsi hajr. Ka mirësi, në vazhdimsi. S'ka mundësi me med një kohë që në umetin e pejgamberit mos me pasën mirësi. Mos me thonë, s'ka mundësi me med një kohë që me thonë s'ka hajr te kurkush prej muslimanëve. S'ka shans. Çdo herë ka me pas hajr në umetin e pejgamberit derisa të ekzistojnë kjo fe. Do mund të ekzistojnë bota. Në mesin e çiti hajrit, mesin e këtyre njerëzve që kanë hajr, kanë mirësi, nuk ka mundësi me ndodhë që këto me leju krejt me pas një zo edhe më kon gabim edhe këto me hesht. S'ka mundësi. Ka me dalën një grupë e këtënë dhe ka me thonë që kjo nuk është në rregull. E nëse bashkohen këtë me një mendim, atëherë ky mendim është sigur që është i saktë. Pse? Se në mesin e qytetëve të mirëve, qytetëve që kanë pas hajër, kanë pas mirësi, Allahu kam ju dhënë sukses që ju në mbështet të Zoti edhe kanë marrë çfarë mbarsinë pej Allahut azza wa jall që më thonë të vërtetën. E që kjo pastaj realizohet nëse krejt bashkohen edhe më shumë. Andaj taufiki është që përdoret në hadithe, në ajete, taufiki është Allahu me ta mundësu që ti me hetë çat rrugë që e don Zoti. Dikon e Allahu subhanallahu, dikon e Allahu ja ka lehtësu, vetë nuk i shkon mendja për punë të këqija. Çashtu e ka tabiatin, çashtu e ka s'din me fol ndryshe vetë se drejt, nuk rran, nuk di me rrejt. Fëmijë çashtu rrit edhe çashtu e duku. Nuk di me nuk kesh për dikon. Kjo është taufik. Kjo është taufik, kjo është me të dhonë Zoti. Është i butë për shembull dikush, është cilësi e mirë. Tjetri domthon ka shef minimu tjerëve. Edhe ti e shef mesin e njerëzve, që sa herë ai dikon ai ka mëkonën ai çaj një mund tjerëve, çka ju shërben, çka kjo është taufik. Kjo është taufik. Për ata ai sahabiu kur i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti i ki dy cilësi që i don Allahu dhe i dërguari i tij, el-hilmu wal-ana, maturia dhe butësia. Ai ka thonë, ai sahabiu el-Ashaj ibn Qais ka thonë o i dërguari i Allahut, a janë këto cilësi pej natyrshmërisë teme që Zoti më ka kriju te une, apo une i kum përfitu gjatë jetës teme? I ka thonë pejgamberi sa jo, çto dy cilësi që i ke të mira, Zoti i ka kriju te ti. Ka thonë elhamdulillah që Allahu pasa kriju te une diçka që e don ai. Kjo është veçori, dhe Zoti ta ka përgatit trupin ton, mendjen ton dhe zemrën ton për diçka që e don ai. E kjo është taufik. Taufiki mund të arrit edhe përmes veprave të mira. Domthon, mund të arrit nëse Zoti e shef që ti je i sinqert me dua, me lutjet tua që i bën, me angazhimin ton që e bën për të vërtetën, për hapjen e hajrit e për hapjen e të mirës, Zoti pastaj ta jep që taufikin me kalimin e kohës. Nëse je i sinqert në ata që e kërkon. Rabbuna wa rabbuka Allah. Zoti jon dhe Zoti domthon i lartësuar qof Zoti ynë dhe Zoti yt o i hën, i cili është Allahu. E para, ka thonë dietar që kjo shprehje e fundit, e pastrojmë Zotin se është krijues nga çdo kush që ka mundësi, me thonë si lloj ortaki i tij. Për këtë arsye në fund e përmendmi këta, që kjo është shaj për mrekullive të Zotit dhe vetëm Zoti mund me bëj këta. S'ka mundësi me pas ndikime tjera, qysh e përmendëm edhe ndesën e kaluar që ka mundësi me hit dikush e me thonë jo ka frikë, kjo frym në tonë, jo kjo kështu e, pastaj ka ditë kjo rezultat. Jo, këto janë vetëm sebebe. Kurse Zoti është që i çon këto gjëra. Dhe kjo është pastrimi i Zotit nga çdo ortakri. Dhe e dyta, dhe se çdo gjë që ka ndodhur në këtë sipërfaqe, në këtë gjësi, ndodh me gjykimin e tij. Pra edhe ti o i hon që ke dalë në këtë formë që ke dalë me gjykimin dhe me caktimin e Allahut azza wa jall. Është njëshmëria në rububiyet, në krijimin e Zotit që ka krijuar çdo gjë dhe që ai është i vetmi në këtë cilësi, domthonjë që nuk i përshkruhet dhe nuk i ngjason atij askush asgjë në sundimin e tij.
Kjo është sa i përket duas për që e themi kur e shohim hënën e ri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habibi, tash I kena dy tema, e para është kur qelim iftar, ja kjo ku ka në veti. Tash I kena kur qelim iftar, pastaj I kena